Shkollat po përjetojnë një transformim të ri ku teknologjia po bëhet pjesë thelbësore për procesi mësimor. Në Lezhë kjo po ndodh tek shkolla vjeçare Gjergj Kastrioti, e cila shërben si një shembull konkret i këtij ndryshimi. Fal përdorimit të laboratorit digital Smart Lab, ky ambient i dedikuar për mësimin interaktiv u vizituar nga përfaqësues Ministrisë së Arsimit dhe Bankës Botërore, të cilët pa nga afër mënyrën si nxënësit e vegjël ndërveprojnë me teknologjinë gjatë orës së mësimit. Në fakt në Shqipëri janë rreth 316 Smart Labe dhe do të shkojë deri në fund të vitit 2027 1000 Smart Labe në gjitha shkollat e Shqipërisë, që patjetër do të sjellin atë që është më e rëndësishmja, cilësi në edukim. 216 prej tyre janë në fakt të investuara prej Bankës Botërore, që në fakt e falenderojmë për gjithë investimin e bërë, dhe ajo që është më e rëndësishme është që teknologjia në këtë rast nuk është thjesht mjet, por është një mundësi e mirë për të zgjeruar mundësitë e tyre për të mësuar, dhe ajo që është më e rëndësishme për ta përdorur teknologjinë në të mirë të edukimit dhe për të rritur akoma më shumë cilësinë në arsim. Smart Lab është pjesë e një nisëme të gjerë kombëtare për modernizimin e arsimit parauniversitare, e cila synon pajisjen e shkollave me infrastrukturë digjitale dhe rritjen e kapaciteteve të mësuesve përmes trajnimeve të specializuara. Përmes këtij investimi synohet jo vetëm përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies, por dhe ulja diferencave në aksesin ndaj teknologjisë, duke përgatitur nxënësit për një tregpune gjithnjë të orientuar drejt inovacionit dhe dijes digjitale.